Sot në ambientin e drejtorisë vendore të Policisë Fier është zhvilluar ceremonia me rastin e 113 vjetorit të krijimit të Policisë së Shtetit. Me këtë rast, drejtori i Policisë së Qarkut Fier, Skënder Hitaj, ka vlerësuar punën dhe përkushtimin e uniformave blu në ruajtjen e vendit dhe sigurisë publike në Qarkun Fier. Ai theksoi se shërbimi policor do të forcohet edhe më tej përmes angazhimit maksimal të gjitha strukturave në funksion të garantimit të qetësisë dhe sigurisë për qytetarët. 13 janari është një ditë me peshë të veçantë historike dhe institucionale për shtetin shqiptar. Kjo datë shënon themelimin e policisë shtetit dhe simbolizon përkushtimin shumë vjeçar për rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit. Sot, në 113 vjetorin e policisë shtetit, përulemi me respekt përpara historisë së saj, përpara sakrificave të brezave dhe punojësve të policisë dhe përpara misionit fisnik që kjo strukturë ka mbartur dhe vijon të mbartë në shërbim qytetarëve dhe shtetit. Festa e policisë nuk është thjesht një datë në kalendar, por është një moment reflektimi mbi misionin ton, sakrificën e përditshme të atyre që i shërbejnë ligjit, si dhe mbi detyrimet që kemi ndaj shoqërisë. 113 vjetori i policisë e gjendet drejtorinë vendore të Policisë Fier të angazhuar në maksimum me një qasje gjithnjëne më profesionale, proaktive dhe të orientuar drejt qytetarit. Sigurisht që festa e policisë nuk është vetëm e juaja, siç e tha edhe drejtori në fjalën e tij përshëndetëse. Policia është e të gjithëve. Në radh parë është e njerëzve, është e komunitetit, është e të gjithë institucioneve dhe paktën nëse e shikojmë kështu dhe nëse forcojmë bashkëpunimin mes policisë, mes komunitetit, mes institucioneve, besoj që edhe suksesi i punës është i garantuar. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë solene, duke nënvizuar rolin dhe kontributin e policisë së shtetit ndër vite në shërbim të ligjit dhe qytetarëve.